Parse në votimin e parë, kuvendi i Kosovës e refuzoi. Asnjë ambasador i Kuintit nuk u prononcu në atë kohë. Asnjë nuk e qeli gojën se ishin përfaqësuesit e popullit që i thanë jo. Pastaj u kthy në rivotim ta përsëritin. Me arsyetim se do ta pastrojnë UÇK nga akuzat. Jo, sepse çështja e raportit të Clint Williamsonit ishte një raport që e konstatoi se s'ka trafikim të organeve, s'ka asnjë provë. A e tha publikisht, në raport akuzoheshim për krime kundër njerëzimit, për zhvendosjet e dhunshme të popullsisë, këtë çka kishte bërë Serbia në Kosovë, kundër shqiptarëve, ish përmbys kanë vështrimi, sikur ti lexosh, domethënë, sikur ne u kemi bërë atë çka ka bërë Serbia kundër nesh. Dhe nuk do flitet se gjoja do t'i shtrunë në Këshillin e Sigurimit, jo atje është Rusia, jo Kina, jo s'di çka. Edhe në Këshill të Sigurimit dhe t'i kështu. Kur njëherë një gjykat të kësaj natyre që kemi pa të prokurorisë nuk do kish mund të tolerohet nga një institucion si Kombet e Bashkuara. Ne kemi pa gjykatën penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë. Atje ka qenë edhe Ramush Haradinaj, ka qenë edhe Fatmir Lima, i kemi pa të gjithë. Ata domethënë kanë pas të drejta edhe të vinë të rinë në shtëpi, edhe çdo gjë domethënë, megjithatë edhe në fund u liruan. Sot prokuroria ka dëshmuar në mënyrë të padiskutueshme që është instrumentalizu në tërësi nga shërbimi sekret serb. Milovan Dreçun e thot publikisht, edhe në libra kam nxjerrë, kam thënë edhe në Hak, kam qenë se kjo që po ma thoni është e frikshme me dëgju. Se i bie që nëse do të bëj nga OKB-ja do të ishte më korrekte, se ka pas modele gjykatave ndërkombëtare tjera, e kanë tregu drejtësinë, e kanë dhënë drejtësinë. E kjo tash ka dalë jashtë kontrollit. Këta kanë vepru, domethënë, në mënyrën më përbindshme mundshme. Shpresoj që gjykata, gjyqtarët, kur dhe sjellin vendimin, do të shohim edhe mbrojtja, kur sjellin vendimin, nuk do të bjerë në gras të sajesave të formalizuara nga shërbimi sekret serb. Milovan Dreçun, nga prokuroria të cilat janë vot tash... Vetëm këtë duhet publiku ta dëgjoj. Milovan Dreçun, që ka qenë, domethënë, njeri dekoruar nga Pavkoviçi, domethënë generali, i cili është dënuar për krimet që ka bërë në Kosovë, se ka qenë komandanti i ushtrisë tret, armatës tret, domethënë që i ka bërë krimet në Kosovë, ai ka dekoruar të vetmin gazetar në Thojzës, ai ka qenë i shërbimit në Kosovë, atë edhe kameramanin i tij. Ky thot, kur kam shku në kontakt me prokurorët e dhomave të specializuar që pretendohet se gjoja janë të Kosovës, thot nuk kanë ditë çështi për ndjekin, thot i kam mësu, dhe për këtë punën që publikisht e thot ai, dhe për këtë punën thot që kam ba, i kam mësu se si duhet t'i ndjekin shqiptarët, thot më kanë dekoru, dhe dekoratën thot më kanë dhënë edhe me shkrim dore, domethënë ta përforcoj atë. Dhe një prokurori që sajon akt akuz mbi sajesat e Dreçunit dhe dreçve tjerë, që vinë nga Beogradi, domethënë, kam shpresat që gjyqtarët nuk do t'i miratojnë. Kam shpresa edhe, domethënë, kam dëshirë, domethënë, mes shpresës dhe dëshirës mund të jem subjektiv, nuk mund t'i dalloj. Po në qoftë se gjyqtarët do binë në grask të këtë sajesave serbe, kjo do t'jetë vërtet padrejtësia më e madhe në botë që i bahet, domethënë, në emën të drejtësisë njerëzive tërësisht të pafajshëm. Ju e thatë është sa ju një akt akuz ndaj institucionit UÇK.